Edhe pse në zyrat e shtetit çdo ditë depozitohen kërkesa për punë, tregu në Shqipëri ka nevojë për 26.000 punonjës të kualifikuar. Sipërmarrësit privat, por dhe institucione shtetërore kërkojnë persona të arsimuar dhe të profilizuar në zanate të ndryshme. Për të rritur mundësitë e punësimit, Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi bëri apel për kualifikimin e personave në zanate të kërkuara nga tregu. Kemi shumë njerëz cilët kërkojnë punë, e pashtu kemi plot 26.000 vende të reja pune, të cilët kërkojnë punëtor të kualifikuar. Pa janë të gatshëm punonjësit shqiptar të afrohen tregut të punës, me kërkesat që ai ka, si një treg europian, padyshim që kemi shumë probleme. Këta punonjës të pa punë, t'i bëjmë profesionistat vërtet, që mund të jetojnë me punë ndershme dhe me këtë punë ndershme mund t'i afrohen tregut shqiptar dhe tregut europian të punës. Diferenca ndërmjet vendeve bosh të kërkuara dhe shumë njerëz që kërkojnë punë në Shqipëri mund të reduktohet vetëm duke shkuar në shkollat e arsimit mesëm profesional. Gjatë një takimi me ambasadorë dhe përfaqësues të misionit evropian në Shqipëri, Ministri Klosi kërkoi mbështetjen e tyre për arsimin profesional dhe binjagëzimin e shkollave shqiptare me ato në Gjermani, Zvicër dhe Itali. Diplomatët vlerësuan nismën e ministrisë duke premtuar mbështetje për arsimin profesional.